Mirëmbajtja e varrezave publike të qytetit të Vlorës është një ndër punët kryesore të ndërmarrjes së shërbimeve publike. Gjatë kësaj të mërkure, kjo ndërmarrje ka angazhuar fuqinë punëtore në korrjen e barit, por edhe në mirëmbajtjen, për të vendosur kështu një fokus të veçantë, shërbimin në këtë pjesë të qytetit, në nderim të personave, të cilët nuk jetojnë më, por edhe familjarëve të tyre. Gjatë kësaj të mërkure është punuar intensivisht për pastrimin, kryesisht në korrin e barit, i cili për shkak edhe të lagështisë në këtë periudhë i rrit për masat e tij. Puna e ndërmarrjes së shërbimeve publike fokusohet në mirëmbajtjen dhe pastrimin e këtij territori. Punonjësit e shërbimeve publike, të cilët merren pikërisht me pastrimin e varrezave të qytetit dhe konkretisht me korrjen e barit, theksojnë se duhet fuqi punëtore e shtuar, e cila të bëjë të mundur edhe një mirëmbajtje më të mirë të varrezave publike në këtë drejtim. Ata flasin për procesin e punës, që është mjaft i rëndësishëm sa i përket situatës së pastrimit të këtij territori. Ne tani momentalisht jemi me mirëmbajtjen, jemi me korse bari, po kemi një problem. Për shembull, problemi është se ne shkëputemi nga korset e barit, jemi 4 veta gjithsej në korse bari, edhe vemi betonime. Kur ka inerte për të hequr heqim inertet. Shkëputemi nga korse, vemi betonime. Ne duam fuqi punëtore, se s'ka fuqi punëtore. Shërbim ne për shembull nuk kemi punë, për shembull kur ka punë për varmisët, s'kemi pse të vemi në ndim, nuk kemi vajtur në ndim në dimër. Jemi vetëm për korret e barit, për kanalizimet, për mirëmbajtjen, për betonimet gjitha. Tani ne kur shkëputemi nga korset dhe vend e betonimet, bari ngelet pa korrur. Janë 40 hektar. Sa duhet të ishin? Të paktën ne duhet jemi të paktën 10 veta në teren, 10 burra në teren. Kanë ardhur gra, po ne kemi nevojë për burra. Të paktën duhet të jenë 3 veta të mirëmbajtjes e betonit që ne mos shkëputemi nga korset dhe vetëm bëjmë beton. Ky është problemi më i madh që kemi neve. Kemi nevojë për këra pune, se tani 4 veta në 40 hektar sipërfaqja nuk i dilen. Dhe bari është është në rritje sa korret brenda javës bëhet prap, lagështira ka patur, koha bën të sajt. Unë e ushtroj këtë profesion me barin prej 15 vitesh që jashtë shtetit. Dhe punojmë të redhë, jam profesionist në këtë punë. Po sa mbaroj një parcel gjysmën bet krau tjetër. Dhe vin, pandaj kërkojmë fuqi punëtore, se nuk e përballojmë dot të gjithë vetë. Nuk shkëputem, se na heq nga bari vemi në betonim, vemi ngarkojmë inerte. Edhe këto kanë janë problem. Të bëjnë thirrje qytetarëve që t'i heqin, se është edhe nuk pastrojmë dot. Pra duhen hequr. Duhen Duhen hequr. Këtë kemi probleme edhe me kanjullat. Qytetarët duhet shikojnë se ja shkosi brenda nuk futemi dot, se na ka thënë me miratimin e bashkisë. Pse futeni brenda thot. Thyet një vazo një gjë, edhe nuk kthesh dot. Edhe ngelet bar, duket se e pa korrur ajo atje. Duket i bëjmë thirrje kryetarës së bashkisë, na bie 3 punëtor të paktën, që unë të bëj këtë. Mos bëj këtë, se vin qytetar, ham të shara, pse s'është bërë kjo. Pastaj ju televizionet tash kur vin ankesa atje nuk bëhet punë, ne punojmë deri në 2:30. Edhe ne kemi punë më të vështirë këtu ja. Na besojmë për këtë që të punosh në varreza është puna më e vështirë. Për këtë bari çdo gjë është puna më e vështirë. Është më lehtë është kur thonë që të bëjnë vështirë te kazanet, ajo është puna më lehtë, po këtu të vinë ta provojnë. Këtu është shikuar edhe nga gjarprind ka na të gjitha. Ka patur, ka. Jo, janë po filloi korsja të punoj, ajo ka frikë dhe zhduket. Nuk ka shuja. Po na shikoj rrezikuar jeni se ka prezent. Qytetari kur vjen që nuk dëgjon zhurmë për shembull, ajo na shi edhe mund të dalë. Po ne që korrim me këto që dëgjohet zhurma nuk na kanë dalë që mos ta shuja. Po ne gjë e parë është kërkojmë fuqi punëtore. Se i bëjmë të gjitha. Kjo këtu është punë e vështirë, kjo me korrje. Bëjmë 5 procese pune. Kemi bërë 5 korrje që kur ka filluar sezoni, 5 korrje. Sa dalë në parcel tjetër, janë 40 hektarë, ku do vetëm para. Kupton tash edhe këta të mëdhenj tan tash na kërkojnë punë edhe ata tash s'kan çfarë të bëjnë. Ku do unë do lë barin, do vetë bëj betonimet atje. Na betonimet do vi prapë në bar. Unë sa vi në bar këtu është bërë në krah tjetër. Prandaj këtë thirrje i bëjmë. Gjatë kësaj të mërkure, ndërmarrja e shërbimeve publike u angazhua maksimalisht për të bërë të mundur pastrimin e varrezave publike të qytetit. Është një sipërfaqe e konsiderueshme, e cila në fakt kërkon edhe fuqi punëtore më të shtuar, por edhe një mirëmbajtje
e cila të jetë çdo ditë me qëllim respektin e duhur ndaj njerëzve që nuk ndodhen më në jetë, por edhe për familjarët e tyre. Megjithatë, ndërmarrja e shërbimeve publike ka një angazhim të shtuar në këtë drejtim.